prom, thot njeri, 470 euro për 3 ditë në kohër fakt. Ka pagu rrimën vëk që ka buaja, kripto ka miha ka... Luan Hadërgjona jeton në Stuttgart, ka orë, e ka marrë fakturën, 470 euro rrimë, që ka jetu 3 ditë në Kosovë, e ka pas një rast, mos të egzageroj, rasti ka qenë, dasma e Luan Haradinajt Junior, ka orë për dasën bashkë me bashkërë dhe ka nejtë 3 ditë, fakturë e ka shku 470 euro. Ja pa shit rrimën juve për dasëm që kishë bëjt që është përqe. Ja ka në shit aty në të sala, po vagia dhe 10 fish ma shtrajt. Po si do qoftë, duhet me punu shumë, edhe kjo mos merët veç se one veç për rri veç të ankusë, si on për atyne që rri veç të ankusë, se kjo vend ka shpres. Nuk u vend pa shpres, ka potencial. Ka rinin që e thatë pare, po na ikin rinia, unë ka hina pare, vetëm këtu i pash, 8.000 studenta i kësh kjo universitet. 8.600 studenta. Dhe me thonë, ka rini. Ka do që shkon ka rini. Ne nga ka ik një brezi ardë, mund të themi. Po, është të ndërtu brezi. Gjithmonë do të ketë. Po t'i hapim sytë shpejt, sa nuk o vonë. 15 minutat e fundit edhe 2 çështje. E para, ka të bëj prapë me program. Është një, qa me thonë, tendencë me u profilizu ma djathas. Diçka që OAK-ja ka pos ma të qorë se so kretë partit tjera, edhe që ajo është mirë. Po do prej politikave që janë ka dominojnë diskursin kove të fundit, janë purët majta, po foli shtesat për lehona, shtesat për nona, për gjyshe, për prind, për pensionera, për qka dush, po janë shtesa. Nuk është rritje e pensioneve, nuk është skem. Qysh bëhet balanci në mjetë majtjes qiti tentimi për me pasje sociale, edhe një rritje ekonomike seriosisht, e sidomos që ka të bëj me gratë, edhe mënyrën qysh potenciali ekonomik i grave du të më përdorë se perceptimi është, dhe me qëllim e zgjata, pytim perceptimi është që djatha nëse zjetë 8 orë të punu të fshin. Ta që ma se veç pa modesti, po thëmë, iniciativa e parë marrë në parlamentin e Kosovës ka qenë pej aleancës, pej deputetës Donika Kada, nëse ju kujtohet. Donika Kada. Po që të letër të rozetës nuk e dita se më kujtohen shumisa. Ajo ka njës një iniciativë ligjore në parlamentin e Kosovës për shtesat e fmive, grave leona. Jemi të volë për kohën kur bashkë Ramush Haradinaj ka qenë qeveri. Pastaj e kemi pas iniciativën e deputetës tjetër të Uta Agjeu për mësim dhanësit dhe mësim dhanëset, të cilav nuk ju ka njofë statusi i aktivitetit në arsim në konat për vitit 90 dhe erani në periudhën kure një ligji. Pra, dhe me thonë, e majta nuk nënkupton, tu nuk pajtona me ty, kjo ma shumë është e majtë elektorale, kësha thonë, sa i pijep 100 euro sot, pijep 500 euro një det, po s'pi garanton që ka me ndonë nëse s'ka zjedhe 4 vjetë. Qysh kanë me